Ne besimtarët besojmë se vdekja nuk është fundi i gjithçkaje, por është fillimi i gjithçkaje. Imagjino nëse ti ose unë apo kushdo tjetër do të kesh një udhtim përpara. Në bazë të qëndrimit në atë udhtim apo në bazë të largësisë së tij, bëjmë dhe përgatitjet tona, nuk shkojmë me duar në xhep, apo jo. Të gjithë ne e kemi parasysh dhe e dim. Edhe ai i cili nuk beson ose pretendon se domethënë nuk njehson Zotin xhelalu, pretendon në ateizëm, ideologji të ndryshme, nuk e shman kur faktin që do ta ketë një udhtim që quhet vdekja. Ne besimtarët besojmë se vdekja nuk është fundi i gjithçkaje, por është fillimi i gjithçkaje. Ndaj dhe nuk themi që po e vëm ose po e shoqërojmë për banesat e fundit, për banesën e fundit, një term komunist që e futi domethënë në masat e shoqërisë, por themi e shoqërojmë për banesat e para të ahiretit. Pra varri nuk është gjë tjetër vetëm se banesa e parë e ahiretit. Dhe kur për udhëtimet e kësaj bote ndërmerr masa dhe përgatitesh ashtu siç i takon për tu përgatit. Vallë, po për udhëtimin më madhështor, më kryesor, më të rëndësishëm të gjithë jetës tënde, që është udhëtimi për tek Allahu subhanahu wa taala. A nuk po merr masa? A nuk po përgatitesh? A nuk po merr me vete mall që është vepra e cila veprohet për Allahun subhanahu wa taala? Ndaj është moment që të gjithë të reflektojmë. Është moment që gjithse i cili t'i bëj dhe një herë tjetër llogarit me veten, t'i flasi vetes,